Tregohet në historinë e Islamit një rast shumë i thjeshtë dhe i shkurt, por mos i ndanës, shumë mos i ndanës. Ishin një qift bashkëshortor, mirë po shumë i pasur. Shumë i pasur. Ky qifti kur hanin buk, drek, bonin atë shumë drek sa për 10-15 veta. Kishin shumë pasuri. Fëmijë nuk kishin, vetëm burri dhe gruaj. Vjen një ditë një fukara dhe troket te dera. Edhe del gruaja hapën derën, ai thot a ka mundësi pak buk. Pak ushqim se vallahi edhe ka kam dhënë prej uris. Jam i unët. Kjo gruaja pyet burrin, a t'i japim se është një fukara këtu? Çfarë i thot burri? Burri kreneç. Jo besimtar si duhet. Përzehet me njerë, si ki ka plotë, disa veta vinë gjatë ditës i gjithë. Përzehet, nuk kemi për këtë. Gruaja besimtarja mirë, ama ne kemi sa për 15 veta kemi bukë, kemi ushqim. Jo, si sa ka, si ki plot ka, përzehet, jam shenën derën gruaj. Normal e respekton urdhën e burrit. Kalon një kohë, fillon këtij burrit i paksohet pasuria, dal nga dal, i paksohet. Fillojnë problemet familjare, fillojnë përçarjet, fillojnë grinjët mes gruas dhe burrit. Sa që një ditë erdhi që u nda kjo gruaja prej këtij burri, e la grua. Shkoi gruaja. Pas një kohë kjo grua, njëjta grua martohet në një familje tjetër për një njeri tjetër, për një burr. Martohet ai besimtar i mirë. Edhe zëngin edhe besimtar i mirë. Edhe te këto vin një ditë, i njëjti rast troket dikush te dera kërkon ushqim. Gruaja hap derën, aty japet do burr kërkon pak ushqim. Burri çfarë thot? Jepi, elhamdulillah na ka dhënë Zoti plot, jepi. Nuk bëhet fjalë dashur vëlla për to që lipjen e kanë marrë si profesion. Jo. Në Islam nuk ka profesion lipsar. S'ka. Ka vetëm një lloj lipje në Islam, të lipurit të kërkuarit e diturisë. Kjo profesion në Islam. Tjetër mënyrë lipje nuk ka. Gruaja thot atë jap ushqim kërkon. Burri çfarë thot besimtari mirë? Jepi, na ka dhënë Zoti plot, elhamdulillah. Gruaja jep diçka nga ushqimet e tyre, edhe kur kthehet prej derës të ulet në sallon apo në dhomën e hajës, aty të gruaja duket shumë e mërzitur, e pikëlluar. Burri thot çfarë ke? Nuk ndjehesh mirë si duket. Apo tu dhimbs ajo që ja dha ushqimin? Gruaja çfarë thot? Jo, nuk dhimbet ushqimi, as ajo që ja dham. Por thot, ai lipsari që ishte dera, ishte burri im. Ishte burri im ishte. Më erdhi keq për gjendjen e tij që e ka sjell, tani troket derë në derë kërkon ushqim. Lipsar është. Çfarë thot burri thot? Mos u habit me lipsarin që lipte, por habitu me mua sepse unë jam ai që lipa i pari në derën tuaj që ish burri jot. Unë jam ai lipsari. Allahu dhe shanu i ndryshon ligjet e tia, ashtu mendja sistemeli, dashur vëlla musliman. Mendoj që këto janë çështje që shumë shpejt bile ndryshojnë. Ndryshon gjendja, sot je, nesër nuk je, sot je, nesër nuk je, e kështu me radhë. Inshallah, lusë Allahu dhe shanu ata që e kemi ta kemi halal. Ashtu si jemi të jemi halal, sepse jetojmë për të kënaqur Allahun pastaj veten tonë. Për të kënaqur Allahun nuk mund të kënaqet Zoti me haram i dashur Allah, vetëm me halal, që me këtë të gjejmë kënaqësinë Allahut me të dunjë, shpëtimin e botën tjetër dhe shpërblimin me xhennetul firdaus. Walillahi al-Fatiha.